Të kalojmë pak sa i përket raportit të Kosovës me NATO-n dhe konkretisht shefi i saj Mark Rutte pritet që ta vizitojë Kosovën më 11 mars. Çfarë do të thotë kjo vizitë e sekretarit përgjithshëm të Aleancës së Atlantikut të Veriut dhe a ka një mesazh simbolik që vjen kjo vizitë nisur nga ajo që pam në Shtëpinë e Bardhë mes Donald Trump dhe presidentit Ukrainas? Po, por sigurisht që po. Pasi që tani paqja në Bosnjë e Hercegovinë po rrezikohet së tepërmi pas dënimit të Milorad Dodik, edhe pas urdhëresave të tij që të mos respektohen autoritetet federale të Bosnjë e Hercegovinës dhe natyrisht një krizë në Bosnjë nënkupton edhe një se them tentim të një krize poshtë sigurisë në Kosovë dhe mesazhi komandantit të NATO sigurisht do duhet jetë që Serbia mos t'ia sy Kosovës thjesht, domethënë kjo është një mesazh të cilën duhet ta ngrejë. Apo mundohet Europa dhe konkretisht NATO që të shtrëngojë radhët e saj në Europë dhe konkretisht në pikat e dobta të saj, ku mund përmendim rastin e Kosovës? Patjetër. Tani duke u ballavaçuar dhe duke sfiduar me politikat, me gjeostrategjinë e re të presidentit Trump, Europa po bën, si të them, ato përpjekjet e saj për tu ngjizur më tepër me vete, për tu bërë më kohezive, në ndërkohë që domethënë raportet e reja Amerikë-Rusi e sfidojnë atë dukshëm, edhe tani sigurisht që asnjëherë më parë Evropa nuk ka qenë në një betejë me veten e vet, domethënë me ato forcat të cilat tentojnë që të pozicionohen krah Amerikës ose krah Rusisë dhe forcave të cilat tentojnë që të mbajnë unitetin evropian. Ushtarë amerikanë të KFOR-it kanë patrulluar në kufijtë e Veriut ditën e sotme dhe kanë deklaruar se kjo është një pjesë e rutinës tyre dhe misionit tyre në Kosovë. Sa i përket këtij patrullimi, a është i rrezikuar veriu Kosovës nga Serbia duke nisur nga fakti që Donald Trump në një farë mënyrë i ka dhënë zemër Putinit dhe Putini nga ana tjetër mund t'i jap zemër Aleksandar Vučićit? Shiko, tani pas marrjes në kontroll të veriut nga ana e qeverisë së Kosovës, sidomos pas rastit të Banjskës, më nuk rrezikohet veriu si një pjesë e Kosovës e veçantë. Tani nëse rrezikohet të tërë Kosova, sepse më Serbia ushtarakisht nuk mund të depërtojë përmes veriut. Veriu është një, si të them, një hing e mbyllur ku ka vetëm 2 vërima nga ku mund të kalojnë tankset automjetet serbe. Vetëm ato që janë pikë kalime kufitare në Jarinë dhe në Brnjak. Dhe aty çdo ushtri sa do dobë që t'jetë me topat të thjesht, domethënë ose me mortare të thjeshta mund të mbyll atë vrim dhe të mos lejojnë të kalojnë automjetet serbe. Malet janë të pakalueshme. Dhe nëse Serbia vendos që të hyjë ushtarakisht në Kosovë, ajo nuk do ta bëjë këtë nga veriu, do ta bëjë këtë nga juglindja e vendit dhe ku mundësia për të depërtuar ushtarakisht është shumë e lehtë. Kështu që veriu nuk bie para në Prishtina. Domthonë Serbisë që të marrë veriu në dorë, i do duhen 2 mënyra, ose të futet ushtarakisht dhe të marrë Prishtinën e pastaj të avancojë drejt veriut, ose që të vendos një kryeministër pro-serb në Prishtinë. A ka gjasa që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta lënë Kosovën të vetme përballë Serbisë
nisur nga ajo që pam në Shtëpinë e Bardhë mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit? Po kjo mund të ndodhë vetëm në rast se Amerikanët heqin dorë nga Evropa, domethënë komplet, nëse strategjia e tyre konsiston me heqjen dorë, domethënë nga forcat e tyre nga Evropa, atë rast besoj që ushtarët e fundit që amerikanë nëse do të tërhiqeshin nga Kosova. Por ne kemi një deklaratë tani të sekretarit amerikan të mbrojtjes, që tha që KFOR-i nuk do të reduktohet numri i forcave amerikane në Kosovë. Kështu që nuk besoj që ka një rrezik i tillë. Po edhe nëse kjo ndodh, sigurisht që janë vende të tjera të cilat do duhet të zaventsonin trupat amerikane. Është Turqia, është Britania e Madhe, Gjermania, Italia, dhe vende të tjera, Bullgaria, Hungaria, Polonia, të tjerë që kanë trupa në Kosovë. Dhe tërheqja e trupave amerikane nga Kosova nuk do të thotë njëherët edhe tërheqja e këtyre trupave të tjerë nga Kosova. Por gjithsesi Kosova do duhet të përgatitet që ta mbrojë vetveten në cilin do rast, edhe nëse të gjithë trupat e KFOR-it do të largohen nga Kosova. A mendoni se mund të rikthehet skenari i ndarjes Kosovës siç ka qenë para pak vitesh në administratën e Trumpit, dhe sa rrezikohet këtë radhë duke qenë se Trumpi po tërhiqet sa i përket ndikimit në Europë, por në një skenar të mundshëm të tërheq, siç thatë edhe ju, ushtarët amerikanë të KFOR-it? Po, edhe nëse tërheq ushtarët, ndryshimi i kufive, domethënë të Kosovës në këtë rast, do të bëjmë një bazë. Pse do duhet ndryshojnë kufit e Kosovës? Zotoni që do duhet të ndryshojnë mbi bazë të konfiguracionit etnik, atëherë që domethënë shumica veriu me shumicë banuar nga serb, e tjerë të shkojë Serbisë dhe Lugina Preshevës të shkojë Kosovës, tjerë një Kosovë e tillë nuk mund të mbjetoj, sepse atëherë liçeni i Ujmanit, se Gazivodës do të takon të Serbisë, dhe Kosova, gjithë Kosova nuk do të kishte, gjysma e Kosovës nuk do të kishte ujë për të pirë. Rrjedhimisht gjithë Kosova nuk do të kishte energji elektrike. Domethënë, do tash imagjino një Kosovë pa ujë dhe pa drita. Si do të mund të mbjetonte në shekullin 21 një vend pa ujë dhe pa drita. Kështu që kjo është kushdo që e përmend këtë ide, domethënë ai mund të jetë vetëm agent i Serbisë, nuk mund të jetë një njeri normal, nuk do të jetë një politikan normal që jap kësaj idesh, domethënë që bëhet korrigjim kufive.